vështirë dhe fisnik që përmbush ky emër. 7 marsi është dita e mësuesit. Faleminderit për gjithë çka që keni bërë. Për hapat që nisi të hedhim në jetë. Por ti e di, sa dashuri, në zemër kam unë veç për ty. Të gjitha sfidat ti kaloj, unë të praktit në shëroj. Mësues, ti e si një urë që na qonë për ty çdo frike e kësonur. Në rrugën e jetës kur hapat hedhi, do të kujtoj dorën që na mësoni. Mësuesi është një rrava njerëz që nuk e vetëm dijen, por formon karakter. Gëzuar 8 marsin e në gjëllim, me lule me këngë e me mall, që u gjithmonë burim gëzimi në dashur në rallë. Është dita kur ne duhet të bëjmë atë të ndjenë po që rëndësishme sa është në të vërtetë për jetën tonë. Gëzuar 8 marsi! Mësuesja jon, me lule në duar, me zemrën jon. Gëzuar 7 marsi, sot më dore. Një përqafimin nga ne, edhe përpunojësit e kësaj qendre që me përkushtimin tuaj, i mbështesin dhe u shëndroni pranë të moshuarve në çdo ditë të vitit. Gëzuar 8 marsi! Fëmijë të dashur e ardhmja jonë, syri kemi vetëm të ju, bekim me pafund paqit si tani edhe më vonë, edhe suksese në shkollë.